Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, Erjon Veliaj, ka gjetur pretekstin e radhës për të shtyrë seancën në gjykatën administrative, ku ka depozituar padinë qesharake kundër prokurorit Olc Dado. Veliaj ka kërkuar kohë të njihet me përgjigjen e KLP-s, e cila nga ana tjetër ka kërkuar mos legjitimimin e palëve paditëse dhe gjykata të dalë me një vendim të ndërmjetëm. I kemi përgatitur me shkrim materialet tona, seanca mund të vijojë. Ne mbajmë të njëjtin qëndrim, por përpara se të vijojë kjo gjykatë me seancën e themelit, kërkojmë mos legjitimimin e palëve paditëse dhe gjykata të dalë me një vendim të ndërmjetëm, ka deklaruar KLP. Kjo përgjigje është përdorur si justifikim për të shtyrë seancën. Seanca e radhës do të mbahet në 19 qershor. Këto janë skema dhe skenar të njohur nga Veliaj, i cili prej gati 10 muajsh zvarrit proceset gjyqësore në GKKO, por tashmë nxjerr justifikime për të shtyrë edhe gjyqet ku padinë e bën vetë.